2 persona mbeton të vdekur pas përplasjes së 2 automjeteve në aksin rrugor Lezhë-Milot. Aksidenti ndodhi rreth orës 1:30 minuta të mëngjesit të së shtunës në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit, ku janë përfshirë automjeti me targa AB 257 EV i drejtuar nga Ardit Xheçi, 33 vjeç, dhe mjeti me targën AA 768 BB i drejtuar nga shtetësi Ramazan Harapi, 66 vjeç. Si pasojë e përplasjes së fortë ndërruan jetë në vendin e ngjarjes drejtuesi i mjetit Ramazan Harapi dhe pasagjeri që udhëtonte me të, Agim Harapi. Nga veprimet paraprake të policisë dyshohet se shkaki i aksidentit është bërë pozicionimi i gabuar në Karraxhat e automjetit të drejtuar nga Ardit Xheçi, si dhe kushtet e përkeqësuara atmosferike për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Ndërkohë pas testit të alkoolit rezultoi se 33 vjeçari Xheçi ndodhej në gjendje të dehur në momentin e ngjarjes dhe është arrestuar në flagrancë nga policia.